Mjekësi? Me mjekësi. Qëre, me mjekësi i kënaqur jam sado që mjekët e mirë na kanë shku jashtë, veç edhe këta zbohet. A pe kryn punë të qysh dohet edhe, apo je i kënaqur ti? Apo mënën të për zyrtar, Jo. a privat? Po zyrtare, private krejt. Mjekësia përgjithshme në Kosovë. Deri dikun. Bash. Bash mirë, nuk ka bash për s'kem që me bon. Do të më fajtu. Pa ta zbo hec. A din hec zbo. Unë për veti po foli. Për ndryshe, tjetër ty vendisa me të thonë. Ti kur pi kryn kontrollat e këto që i bën në spital apo dikon, so je i kënaqur ti? Që i kënaqur. Apo të rrin gati? Unë gjithë e kom një veten mirë, është pa kalabla ka njëherë, po s'kem që me bo. Çdo vend botës është kalabllak. Po kalabllak, do më thonë këtu. Se veni o pak i vogël të na, po s'kem që me bo. Që këtë që na ka rohise, me që to do të më pajtu. Se ndryshim s'muj me bo. A do të me punu mjekësia ma shumë edhe Ministria e Mjekësisë me punu në këtë favor pak ma shumë? Pa i qyre me morë aspektin e kështu të reglit, duhet me punu edhe pak ma shumë. Ka mundësi, do më thonë. Unë e qështë e dikë kuptoj. Ka mundësi, po qashtu që është, s'unë e ndryshojmë për moment. Tybe tjetër në përdi që më të thonë. Qënë me mjekësi në Kosovë këto? Ne dikur këto i kem qujtë veprimtari shoqërore, arsimin, kulturën, shkencën, mbrojtja sociale, shëndetësia tjerë. Mu vjen këtë që e thamë, intimisht gjitha këto shërbime jenë nivel më tullë se që kanë qenë më përpara. Edhe kam një përshtypje se mungon përgjithësia. Nuk e thamë për inat, as nuk e thamë vetëm, e thamë me qëllim që duhet mu përmirësu këto. Shpesher thamë si të punojnë, do të vinë realiteti dhe se ky popull do të vedisohet dhe do të kërkon cilësi më të mirë të shërbimeve publike në temën e ujit shëndetësisë. Nëse edhe pak, lejon? Po. E kum thonë edhe njëherë për thamë, shtetin, bëtë Biblisë e Kuranit, shumë argumente historike formoj shtetin, populli mi shërby popullit. Sa po punon Ministria e Mjekësisë në aspektin shëndetësor në Kosovë? Kum pas rast disa herë me shku, tash detalet nuk po muj mi thonë krejt, po intimisht nuk jenë nivel. Nuk jenë nivel të etikës, nuk jenë nivel, tham edhe të profesionit. Edhe disi i ka mujt paraja, por shumë interesant. Shpesher e them, vlerat morale nuk mund shite, nuk mund blerë me pare. Çështja e shëndetësisë, shërbimet, për mu jenë të shejta. Dhe se një qytetar i cili i lejmërohet të mjeku, duhet të konsiderohet ai si qytetar, qësh me thonë, si njeri mas pare që kërkon shërbime, ato shërbime kanë ka të bëjë me jetën e tij, se më rëndësishme si jeta s'ka. Çdo njeri çdo qytetar që shkon merr pjesë në spital, ai shkon për nevoja. Bravo. Po shkon se ka një hall, ka një smundje, ka një diçka që ka nevojë për mjek tonë. Me ta thonë një të vërtet për gjeneratën teme, një jo kombit shqiptar, ka pas mundësi ka shku në Rusi mu shëru. Ndërmjek më të mirë, ai në Rusi i ka thonë këti Sërbet po më thëtë mu, i ka thonë, a e nje ti këtë personë, s'pja përmeni emnin ka vdek, këtë thëtë po e njo, i Prishtinës është, po thëtë a i di ma shumë se une. Kështu që kur nga ka falë ky zot, nuk nga ka falë ai Amerikanin, Gjermanin, Rusin, me ditë shumë ma tepër se shqiptari, na muj me ditë, po si duket, duhet pak ma tepër, ndoshta edhe një, qësh me thonë, përkraje financiare, tash po falmi, qësh duhet,
përkraja financiare, bugjetore e shtetit, se shteti është ai që financon shërbimet publike të arsimit, kulturës, shkencës, dhe se mundet një shtet me arsyetu vetën vetëm nëse ka përparim në cilësinë e shërbimeve publike. Shembulli konkret, pyetjen e juaj në shërbimet medicinës, po dhe shërbime tjera në zhvillimin ekonomiko-social, në rritjen e brutoprodhimit, rritjen e të ardhme, rritjen e punësimit, rritjen e eksportit. Nëse nga kë kanë vështrim e shiqojmë udhëhecat këty në shtetën në Ballkan, gjitha këta udhëheca e kanë hub udhën në barë. Falë që po të thamë qështu më falë, po të thamë kërkoj falje hisë, që është një vërtet, ka indikator makroekonomik që tregojnë e ke punësimin 2 milion shqiptarë për Shqipërisë, Kosovës, me qenë tash në shtete tjera, ata se kanë babën e vetë, as në vetë, po jenë ata që mujnë me punu, e na me këto resurse ekonomike që i kemë, a di pse pi thamë këto, se krejt këto mund të sigurojnë tyra më të mëdha buxhetore, e me tyra më të mëdha buxhetore, atëherë mund mu bo një pagesë më e mirë e shërbimeve medicinale. Erdhëm deri te pyetja juaj. Sa jeni i kënaqur me shëndetësimin Kosovë? Unë me nisë me të regua që kam hjek. Do të një roman me shkrua. Tregona pak pikat shkurta se Në herë më kanë bo operacion për prostatës beshikotujt, më kanë thonë kancerin e ki, pa e pas heq. këtë në që ke u Po, po. Jam kanë përsy, me kanë lyp 8.000 euro me bo operacion, me 600 euro në Macedoni e kom bo. A në privat, a në shtetit i Në ka shtetit. Shtet. Po, a i pe aty të më që i ke në ordinancë private ku punojnë. Këto nuk kanë faj ata. Kja populli i Kosovës ka faj. Pse i lejojnë atë mënyrë. Ashtë të punon në shtetit, edhe të të hajde nesën filon vend. A do të më ndërmarë masa ministria Ministria do të. i Ministria. kontrollu këtu Unë kam ba ankesë. Unë kam dërmend edhe në gjykat me ba dhe një ankesë.